SBA dhe Kanadaja drejt marrëveshjes. Trump e zullon tarifat e reja në momentin e fundit. Presidenti i Shtetit Bashkuar Donald Trump ka shtyrë në 3 ditë vendosin e tarifave të reja prej 50 mallarësh kanadeze, duke deklaruar se Washingtoni dhe Ottawa janë pranë finalizimit të një marrëveshje tregtare, kanë pezulluar tarifat për 50% kundër Kanadas, të cilat ishin planifikuar të hynin në fuqi nesër në mëngjes pas një periudhe 3 ditore, shkroi Trump në rrjetet sociale, duke shtuar se dy vendet kanë arritur marrëveshje në pritje të finalizimit të dokumenteve. Vendimi u njoftua më pak se 2 orë para hyrjes në fuqi të tarifave, të cilat do të preknin rreth $20 miliardë importe kanadeze. Kryeministri kanadez Mark Carney konfirmoi përparimin e negociata, por theksoi se ende ka çështje për tu zgjidhur. Negociata përfshin tarifat amerikane për automjetet kanadeze, produktet e qumshit e kufizime në shitjen e alkoolit amerikan. Sipas Reuters, palët po diskutojnë edhe uljen e tarifave amerikane për automjetet kanadeze në masën 25%. Këto do të shtohen edhe tarifave për aluminin, automjetet dhe drurin kanadez.